Bukur, jemi rikthyer në studio për të vazhduar bisedën. Jam me kolegen time me Violën edhe me të mirënjohurin, me të madhin Genci Fuga. Nuk e te prova. Okej. Mirë. Okej. Ma lejo, e kam gana ime këtë, kështu që. Okej. Po e lejoj, vërtet. Përpara se të vazhdojmë. Ne rritur duket të parë Genci, kështu që Na lejohet. Ishte pjesë e punës, këtë fakultet zgjodha. Ose këtë mënyrë jetese zgjodha, po. Përpara se të vazhdojmë dhe të pyes pse e zgjodhe, të ka marrë uri aty që të ham ndonjë bono, si thua? mua jo, po do ju qeras. Hajde na qeras. Genci, një bono. si je me të ëmblat? I ha se mos e ke problem. Kështu sheqerin. Ja, po preferoj gatimin e ti me shoqe, më fani. Okej. Ti e gon ka. Di nga vajzat që janë të mira, po. I kam blerë për vajzat. Mirë, do ta marrësh një për vajzat. Do t'i marrësh 2 për vajzat. Okej. Sepse 4 janë, 2 vajzat e tua dhe 2 që do t'i hamne tani. Okej, më lejoni ti marr në fund Po, të emisionit. patjetër. Ma jep Ta zgjodha unë sot. ma zgjidh. Kape. Po nuk keni ndonjë sinjalizim nga regjia që po prishni skenografinë? Jo fare. Po jo. Jemi lirshëm këtu, ndihemi si në shtëpi. Këtu ndihemi si në shtëpi. Okej. Tani ti e gonte në një moment përpara se të pyesim pse zgjodhe. Je penduar ndonjëherë pse ke zgjedhur aktrimin? Se nuk e di aktorët të cilët kemi pyetur, jo se janë penduar, sepse ata kanë qenë dhe janë të suksesshëm, patjetër, janë njerëz që kanë shënjuar kineman apo teatrin në Shqipëri, por shprehen në ndonjë moment me ndonjë peng për sfidat që ka pasur kjo rrugë, për problemet që janë tipike të një arti shqiptar që nuk është se financohet dhe aq shumë, apo nuk është se gjen dhe aq shumë. Ne nuk po themi ëndra hollywoodiane, se këtë e dim që është praktikisht e pamundur, po mendoj që aktori, regjizori, artisti në çfarëdo lloj fushe duhet të lartësohet në nivele të tjera ndryshe nga sa është në shoqërinë shqiptare. Atëre vërtet ju lutem më ndërprisni kur shkoj gjatë, se është një temë shumë e ndjeshme dhe jemi shumë të paqartë në këtë drejtim. Thënë ndryshe, në konceptin e shtetit ka një piramid vlerash dhe i takon qeverisë pastaj që të njësoj, të barazoj këtë vlerë me çmimin. Okej? Do me thënë investimin në një fushë të caktuar, sa e ka çmimin. Po. Ti nuk mund të mbledhësh gjithë vaftet kur ke qenë student, njërën tjetrën edhe pastaj të nxjerrësh një çmim. Plus pastaj që ky çmim do bëhesh i papërballueshëm nga ai tjetri që do marrë servisin, që do përfitoj servisin tënd. Ne e kemi këtë problem të gjithë si Shqipëri. Duhet të kishte vëmendje tjetër? Patjetër. Absolutisht, gjithë bëjmë dakord për këtë gjë, po. Po mënyra si të kishim vëmendje tjetër? A ka qenë një periudhë, po themi e mira apo e keqe, përpara viteve 90, që jo vetëm aktrimi, po çdo pozicion tjetër ishte i mirë vlerësuar kundrejt një qëllimi. Thuesh që atëre do bëhesh shtet. Okej? Kështu thuaj, po. Dhe kundrejt të bërit shtet, ti ke disa prioritete. Po. Dhe disa çmime përkatëse. Tash ti ndjej që ka humbur ky nocioni i shtetit. Ne më shumë po shikojmë se kush nga qeverit po ndrohet. Pra, si do ta do krijoj një vlerë jo të barabartë, po të parafort ndërmjet vlerës edhe çmimit. Këtë nuk është se e ka gjetur ndonjë organizëm tjetër. Janë disa grupime shoqërore që ne i quajmë kombe të tjerë që i mbilvlerësojnë këto gjëra.
sikur se mbilvlerësojnë Akademinë e Shkencave. Po. Apo studimet e ndryshme që mund të bëhen sociale ose ekonomike ose prodhuese në vend. Ne duket nuk na ka qelluar kjo lloj barazie. Si të thuash, pra ti po thuaj që nuk përputhet vlera me çmimin sa i takon disa lëmive ku hyn edhe artin tërsi. Po. Dhe janë disa sektorë të tjerë të cilët pavarësisht se ne nuk do t'i konsideroni me ndonjë vlerë, kanë çmim shumë të lartë. Po patjetër. Po kanë realisht çmim shumë të lartë edhe unë ndërsa agencia e thoshte, po mendoja sa gjëra mund të kishim shmangur, pra sa pasoja të rënda mund të kishim shmangur nëse do të ishte investuar në disa drejtime dhe do t'i jepej vlera e duhur shkencave për shembull. Do ishim komplet në rrjedh tjetër dhe kjo mund të quhesh rrjedh normale. Po. Më fani, ne të gjithë përdorim elektroshtëpiake në shtëpi apo jo? Sigurisht. Ne të gjithë kemi probleme me hidraulikët, me elektrikët, njërin tjetrën. Pse na duket e mbipaguar ai 10.000 lekësh, po themi vetëm për të ulur siguresën. Nuk e di, domethënë, pse na duket si overpaid. Ky si profesion. Atëherë pse nuk e bëjmë vetë? Pra, nëse nuk duam që të shpenzojmë dhe na duket diçka pa vlerë, pse nuk e bëjmë vetë? Sepse nuk kemi lexuar në atë drejtim. Nuk kemi investuar kohën aty. Dhe nuk e dim si të lexojmë në atë drejtim. Do me thëmë paguajmë diçka tjetër. Pa mundësinë tonë. Po mirë, unë të bëra fjalë për teknikë që ne jemi të prekshëm në jetën tonë. Po imagjino tashti një tempull, një kult, që është teatri, dhe që mblidhen disa aktorë dhe regjizor me dëshirën e mirë për të thënë diçka. Çmimi që paguhet për këtë, pra për të thënë diçka dhe pastaj mënyrën se si ta themi, krahasimisht me atë që na rregullon lavatrishën, me gjithë respektin, ka një diferencë shumë të madhe. Kështu që duhet të ndajmë ne vetë, mos do ja vlente më mirë që ta linim një herë lavatrishën pa punë, edhe të mençuroheshim, po themi pak, apo të argëtoheshim pak, të qetësoheshim pak, dhe pastaj pse jo të gjenim nervat e dura për të marrë kaçavitën edhe për të rregulluar atë që po njerëzit e kanë bërë. Njerëzit e kanë bërë edhe atë. Mbase fluturova shumë, nuk u përgjigja pyetjes. Të qenit aktor, të qenit regjisor, të qenit kompozitor, të qenit këngëtar, të qenit piktor, skulptor, qoftë edhe kameraman njërin tjetrin. Mund të kualifikohet si profesion, po është mënyrë jetese. Do me thënë, në rast se ne tashti në këtë moment do hapim celularët tanë. Okay? Cilat janë 3 faqet e fundit që kemi klikuar në Instagram, në Facebook, në Wikipedia, në etj. Çfarë më së shumti kemi kujtime në celularët tanë? Ne duhet paguajemi për këtë lloj mendësie, për këtë lloj mindset që mund përkthehet, për këtë lloj mendësie. Jo për atë që nuk dole sot në skenë, ti nuk e rrog. That's weird, guys. Kjo është. Pra kjo nuk është një punë që matet me kilogram patatesh. Jo. Më vjen keq për jo. Mos na ngatroja i termi teatri është për të gjithë. Po të gjithë mund të vinë dhe të gjejnë veten në teatr. Po teatri nuk është për të gjithë. Nuk mund ta bëjnë të gjithë. Skena nuk është për të gjithë. Pra absolutisht jo, po edhe të qenë spektator nuk është për të gjithë. Edhe kjo, shumë e drejtë.
Se na ka ndodhur të gjithëve që aty në mesin ton kemi parë njerëz që nuk janë për ta parë një shfaqje të caktuar. Po qoftë edhe ti e çuar njërin të ketë ngrënë pse jo kokoshka, njërin ti ketë rënë celularit, alo, jam teatr, një sekond aktor mos, jam teatr, po do vi aty. Ndodhin janë situata që ndodhin. Tash sigurisht ajo shfaqje, ajo punë nuk është për të, është edhe për të, po jo për të. Domethënë këtu jemi në dhe ne shohim këtë pastaj që aktorët duke qenë se publiku që fillon edhe konsiderohet Viola treg, jo më publik, detyrohen kushtëzohen që ti përshtaten tregut duke ulur nivelin artistik të shfaqjeve dhe duke kaluar nga një shfaqje mirëfillt teatri në lloj shfaqjesh të tjera që janë thjesht argëtuese masivisht, por jo me ndonjë nivel në vetvete. Pra që ti shkojnë më afër atij që nuk besoj që është ulur ndonjëherë cilësia e veprave. Jo, nuk më kuptove, kisha fjalën që aktorët detyrohen të shkojnë në formate të tjera që janë më pranë këtij publikut që mund ta themi nuk e kanë lënë që të kultivohet në atë formë arti. Pra është më shumë tek argëtimi sesa tek arti. E bukur. Atëherë do doja të përgjigjesha me një ndodhi. Okej. Dilja me kryesisht me vajzat, edhe tek pedonalia mbrapa teatrit që ushëm, do të ngrihet ai iriu, valla kur të ngrihet, shohim, po patëm fat. Edhe aty pash një punonjës të cirkut që po bënte xhonglime me disa birila njërën tjetrën. Dhe nuk e di se çfarë më kërkuan edhe vajzat. Vërtet nuk e mbaj mend. Nuk e di, akullore, nuk e di nga këto. Edhe sot e kësaj dite, kur i them do dalim ose bab hajt do dalim, do vemi te ai djali thon. Nuk thon as te pedonali, as te teatri, as tek akulloret, as tek do vemi te ai djali. Dhe më ka qelluar që e njifja, kemi folur, më ka ardhur rënd nga vetja, turp dhe rënd nga vetja, sepse ai doli në pedonale, sepse ishin akoma konfliktet për çatrën e cirkut, atje që ishte privatizuar, nuk e di, dhe ai që ishte paguar si profesionist nga ne, konkuronte tashmë, i keni parë disa sirian që të dredhin birilat në për semafora? Po. Në po të njëjtën gjë. Tash çfarë çmimi ka që vajzat e mia, apo vajzat tuaja, apo fëmijët tuaj të thonë ne do vemi tek ai djali, jo te akulloria, jo tek krepat, jo tek nuk e di, po do vemi te ai djali. Më babi e marr mend tek ai djali që ishte shoku jot. Mund t'ja gjejmë do të çmimin kësaj vlere? Kjo është pyetja ime pastaj. Në fundit çfarë bëjmë të jetën? Ne koleksionojmë fotografi, selfie, njërën tjetën.